Kryeministri Edi Rama ka pritur në zyrën e tij këtë të mërkur ambasadorët e vendeve të BE-s, mes të cilëve dhe diplomatin Gonzato. Të pranishëm në takim janë edhe ministrat Elisa Spiropali dhe Adea Pierdeni. Takimi vjen disa ditë pas dorëzimit të progres raportit të KE për Shqipërinë, ndërkohë që ende nuk ka detaje nga ky takim. Ndërkohë, pas ditën e sotme, 10 ministra të qeverisë shqiptare së bashku me kryeministrin Rama do të udhtojnë drejt Romës në Itali, ku nesër pritet të mbahet mbledhja e parë e përbashkët e dy qeverive në orën 11:40. Është parashikuar takimi mes kryeministrave Edi Rama dhe Giorgia Meloni. Në 12:30 do të nisë mbledhja e përbashkët me delegacionet e të dy vendeve. Rreth orës 14 pritet të firmosen disa marrëveshje dhe memorandume mes Italisë dhe Shqipërisë në fusha si mbrojtja dhe siguria, energjia, migracioni, mbrojtja civile, shëndetësia, mjedisi, zhvillimi ekonomik dhe infrastrukturor. Sipas mediave italiane, në sektorin e mbrojtjes, Italia do të ofrojë pajisje dhe teknologji, ndërsa infrastruktura detare do të vendoset në Shqipëri për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e anijeve. Sa i përket migracionit, mediat në vendin fqinj shkruajnë se do të krijohet një grup i përbashkët pune për të thelluar bashkëpunimin në luftën kundër migracionit të paligjshëm dhe për të forcuar aftësitë e patrullimit detar të Shqipërisë.